Me një situatë që ngjall habi dhe debat në opinionin sportiv shqiptar, një prapaskene pazakont ka dalë në dritë për trajnerin e kombëtares Silvinho, dhe mënyrën se si ai po e menaxhon marrëdhëniet me lojtarët. Këtë herë në qendër të vëmendjes është mbrojtësi Enea Mihaj, i cili është lënë jashtë grumbullimit për ndeshjet e fundit dhe arsyeja e kësaj përjashtimi duket të jetë dasma e tij. Po e lexuat saktë. Një ngjarje që për shumicën konsiderohet si një nga momentet më të rëndësishme të jetës. Për Silvinhon, duket se ka qenë shkak ndëshkimi. Lajmi u bë publik nga gazetari dhe moderatori Altin Sulçe, i cili në një emision televiziv ka treguar prapaskenën që qëndron pas këtij vendimi të pazakontë të trajnerit brazilian. Sipas Sulçes, gjithçka nisi kur Silvinho i kërkoi Mihajt të bashkohen me kombëtaren 3 ditë para grumbullimit zyrtar. Ky urdhër vinte në një kohë kur vetë grumbullimi ishte planifikuar të ndodhte të hënën, ndërkohë që Enea Mihaj ishte planifikuar dasmën të dielën. Për çdo vesh normal, nuk ka asgjë dramatike këtu. Një ditë para grumbullimit, një ngjarje personale jetike si martesa dhe asnjë ndikim real në stërvitjen e ekipit. Por Silvinho, në një qasje që shumë e kanë quajtur të ftohtë dhe çdo logjike njerëzore, nuk pranoi të jap leje për këtë rast. Për trajnerin prioritet ishte që lojtarit të ishte në dispozicion që të paktën 3 ditë më herët, edhe nëse nuk ishte as pjesë aktive e formacionit. Mihaj nuk është grumbulluar sepse Silvinho i ka thënë, hajde 3 ditë para grumbullimit, ekipi kombëtar do të grumbullojë të hënën, ndërsa Mihaj martohej të dielën. Ai kërkoi leje, por trajneri nuk e dha. Praktikisht i vetmi opsion për Mihajin do të ishte të shtynte martesën. Po flasim për një moment të veçantë në jetën e tij, jo për një udhtim pushimi, deklaroi Sulçe. Por edhe më e habitshme është se kjo situatë po shihet nga shumë analistë si një alibi që i ra në dorë Silvinhos për të mos grumbulluar Mihajin, dhe lojtar që të themi të drejtën nuk është se ka qenë ndonjëherë pjesë e rëndësishme në skemat e trajnerit. Kjo ngjarje ngre një sër pikpyetje të rëndësishme. Është ky një tregues se marrëdhëniet njerëzore dhe mirëkuptimi nuk ekzistojnë dhe në filozofinë e Silvinhos, ai më duke parë një trajner që aplikon një disiplinë aq të ngurtë saqë nuk lë vend as për një ditë martese. Për më tepër rasti Mihajt ndodh në një kontekst kur ai është një nga lojtarët që rrallë herë aktivizohet. Në shumicën e grumbullimeve e ka qenë pjesë e stolit dhe në shumë ndeshje nuk ka marrë minuta fare. Kështu, vështirë të thuhet se mungesa e tij për një ditë apo edhe për 2 do të kishte ndonjë ndikim real në përgatitjen apo performancën e skuadrës. Nga ana tjetër, vendimi i Silvinhos është parë edhe si një shenjë mungese të fleksibilitetit dhe për shumë vetë është një mesazh i ftohtë. Në kombëtaren e tij nuk ka vend për ndjenja, por a është kjo rruga e duhur për të ndërtuar një grup të shëndosh të bashkuar dhe me moral të lartë? Situata e krijuar me Mihajin është ndoshta shembulli më i mirë se si ndonjëherë një gjë e thjeshtë mund të shndërrohet në problem të madh për shkak të mungesës së komunikimit dhe mirëkuptimit. Kjo nuk është vetëm një histori për një lojtar që humbi grumbullimin, është një sinjal për mënyrën se si po funksionon brenda kuzhina e kombëtares. Dhe nëse ky është modeli i trajtimit të lojtarëve, atëherë ndoshta nuk është çudi që kemi parë shpesh një skuadër pa entuziazëm dhe me energji të ulët. Një martesë, një përjashtim, një debat i madh dhe gjithçka për një ditë mbetet për të parë nëse trajneri do ta shpjegojë publikisht këtë vendim apo do të zgjedhë të heshtë, duke lënë gjithçka të mbulohet nga hijet e një rregulli të hekur, që ndoshta ndonjëherë mund të thyejë më shumë se sa të ndërtojë.